Sapo është mbyllur kampionati I voleybollit ndëror për 3 ditë me radhë, emocione, rivalitet dhe me të vërtetë spektakël në ndeshjet në grupe. Me sekretarin e Federatës Shqiptare të Voleybollit Ervis Dosi, sapo ka shpërndarë dhe çmimet përkatëse. Dosi, me të vërtetë një ngjarje sportive interesante këtu në plazhin e Velipojës. Është kënaqësi të kthehesh në Velipoj. Është një bashkëpunim për disa vitesh mes Federatës Shqiptare të Voleybollit dhe Bashkisë Shkodër, ku më lejoni të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe drejtorinë e sporteve në Bashkinë e Shkodrës, e cila është një partnere shumë serioze në zhvillimin e aktiviteteve sportive, si në indoor, po edhe në beachvoley. Siç e thatë ju, kanë qenë 3 ditë shumë impenjative, shumë bukura. Është kënaqësi të kthehesh përsëri në Velipoj, ku çdo gjë është shumë perfekte, harmonia dhe shpirti I garës në këto ndeshje ka qenë me vërtet për t'u vlerësuar, por edhe publiku ka qenë shumë I angazhuar dhe ka ndjekur nga afër të gjitha ndeshjet. Kjo pa edhe ditën e sotme në ndeshjet finale, ku për hir vërtetës kishte shumë publik, shumë spektator, plazhistë, të cilët I kushtuan ditët e tyre të pushimit edhe aktivitetit të sportit të beachvoley. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe ne kemi një rrugë të shtruar tashmë partneriteti me Bashkinë e Shkodrës për të zhvilluar dhe organizuar aktivitete të tjera edhe në vitet e ardhshëm. Me çfarë pam, voleybollistët si femra dhe meshkuj nga Kosova ishin më të përgatitur dhe morën çmimet kryesore të fituese. Nuk ka rëndësi nëse janë nga Kosova apo nga Shqipëria, rëndësi ka që fitoj shpirti I garës dhe skuadra filloi ndeshje shumë të mira. Kishim shumë ekipe të reja si vjet, të cilat luanin për herë të parë në këto aktivitetet e beachvoleyit dhe kjo është një gjë shumë e mirë që funditës të vinë sa më shumë të rinj të ushtruar të sport mbi të gjitha, po edhe të argëtojmë, pse jo. Bashkia Shkodër, Federata Shqiptare e Voleybollit do të vijojë bashkëpunimi për të tjera edicione këtu në plazhin e Velipojës? Sigurisht që po, unë e theka pak më sipër që partneriteti mes Bashkinë e Shkodrës dhe Federatës Shqiptare e Voleybollit është në rrugë të mbarë dhe për këtë më lejon të falenderoj përsëri kryetarin e bashkisë zotin Becin, I cili është partner serioz në këtë aktivitet dhe patjetër do të falenderojmë edhe stafin e bashkisë, drejtorinë e sporteve, drejtorin zotin Miloti dhe gjithë stafin e tij për këtë aktivitet shumë të bukur, për seriozetin që treguan, po mbi të gjitha për këtë ambient fantastik. Dosi, faleminderit. Faleminderit juve.